Porosia e tretë, bani lidhje të farefisnore, edhe porosia e katërt, faluni kur njerëzit flajnë. Kjo është për qëllim. Porosia e tretë, bani lidhje të farefisnore, nuk ka mundësi të ndëruar vëllezër, shoqëri mu paramendu kur secili është larg njëri tjetrit ose me një qesh, ai këtë tjetri me një qesh, edhe secili ban plane kundër njëri tjetrit. E sidomos kur këta njerëz janë të afërt mes rriti. Sepse lidhja farefisnore është prej shtyllave bazë kësaj feje. Nuk ka mundësi dikush me qëndru mirë në islam, më konë musliman i mirë edhe ka ngecja dhe ka probleme në lidhjet farefisnore. Me farefisin. Me farefisin e vetë ku nuk është mirë. Qysh ka më konë mirë ai me tjertë? Kur ai nuk din me i thonë falenderit, me i falenderu farefisin e vetë, njështë e vetë afërt. Të cilët i ka afër, i ndihmojnë, e këshillojnë. S'dim i thonë falenderit, qysh dim i thonë Allahut falenderit pastaj? Pikërisht ka thonë pejgamberi alayhi sallam, çaj që s'din me i thonë njerëzve falenderit, s'dim i thonë as Allahut të lartësuar. E pejgamberi alayhi sallam bëhet mani lidhjet farefisnore, sepse lidhja farefisnore kur i ka kriju Allahu të gjitha krijesat, u shtanku tek Allahu dhe thotë: "O Allah, ti po na krijon, edhe më ke kriju mua. Mirë, po mua nuk kanë më mbajt njerëzit, kanë më në përkam, kanë më shkel. Nuk kanë me rujt hakun temë dhe shejtrin temë që po ma jep ti." Thotë Allahu i lartësuar: "A je dakord ti që unë me i mbajt lidhet me ato që i mban me tyje, edhe me i kput lidhet me ato që i kput lidhet me tyje?" Thotë po, atëherë thotë edhe qetësohet. Kështu që ai i cili don me i mbajt lidhet me Allahun e lartësuar, paraprakisht duhet me farefisin e vet. Por ndryshe, çdo shkëputje me farefisin nën kupton se automatikisht jemi shkëput edhe me Allahun e lartësuar, pastaj ngurtësohet zemra, pastaj vështirësohet jeta, pastaj ndodhin problemet, i hub kënaqësia, i hub lezeti i jetës, i hub punës, i hub familjes, i hub gjithçka. Kemi boll, s'na mungon kur gjë, po dyqysh s'jemi rahat. S'jemi rahat për arsye se e kemi kput një lidhje. Me farefisin e ajo lidhje pastaj ne ka kput lidhjen tonë me Allahun. Ka marrë bereqeti, ka marrë rahatlëku. S'vjen pra. Edhe porosia e katërt, faluni kur njerëzit flajnë. Kjo është për qëllim namazin e natës të ndëruar vëllezër. Mirë, po qysh me i fol njerëzve sot për namazin e natës, kur namazin e ditës më kemi tu e bë që është fars. Pejgamberi alayhi sallam porosin e parë, po je vep mu fol natë, në namazin sunet. Dërsa për farzin s'është bë mohabet kjo punë atku. Edhe s'duhet më u bë mohabet te muslimani. Unë musliman, edhe i nënshtrohem Allahut, edhe i besoj Allahut, edhe i pranoj urrat e Allahut. 25-6 herë Allahu më ka thonë falën Kur'an, edhe halo me neja më fala mos po fal. 2 herë më thon dikush në jaran që e ki për zemër, edhe për shpirti më thon më ja kryj një punë, kemi mundu më ja kryj ose si del më përpara. Po vjen marrë vallahi. Që 3-4 herë të më thon se ja kom kryj, po vjen marrë më mësa. E qysh mos më na marrë para Allahut lartësuar, o robim. A ke besu Kur'anin? A i ke dëgju ligjëratat? A i ke dëgju xhallat? A i ke dëgju që 20 sa herë të kom thirrën për më fal? Jo një herë, po 25-6 herë të kom thirrën më fal. Ku i ki namazin të? E pejgamberi alayhi salatu wasalam po don me i tregu njerëzve që këto trijat, tri porositë e para, me ushqy të varfrit, me shpërndos selamin, edhe me mbajt lidhje farefisnore janë me njerëzit, ndërsa duhet me pas lidhje me Allahun. Do të me ushqy shpirtin edhe përmes lidhjes tonë me Allahun, ajo është namazi. Kështu që kjo është lidhja më e fortë, lidhja më e mirë, lidhja më e sigurt, edhe lidhja më efektive me namazin. Me Allahun përmes namazit. Edhe secili sa ka hise namaz, ç'është ka hise në lidhje me Allahun e lartësuar dhe në miqësi me Allahun. Sa ka hise në namaz, ç'ashtu edhe e ka lidhjen e tij me Allahun e lartësuar. Elusim Allahun e lartësuar që këto porosi dhe porositë e tjera t'i kuptojmë drejt. Pastaj t'i fusim në praktikë dhe të punojmë me to sepse fundja këtu janë për të mirën tonë, është interesi jonë, edhe është ndobim tonë, edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër për ne, për familjarët, farefisin, krejtë shoqërinë tonë me të cilët po jetojmë. Elusim Allahun e lartësuar të na mësoj të jetojmë musliman, të vdesim musliman dhe të ringjallemi faqe bardhë. Aqulu ma sami'tum astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.